Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën e njohur si rreth i Skelës në Vlorë, ku një konflikt i çastit mes dy drejtuesish automjetesh përpaksa nuk ka përfunduar në tragjedi. 25 vjeçari Elisa Sanaj ka goditur disa herë me makinën e tij automjetin e 18 vjeçarit Blendi Danaj, duke i rrezikuar jetën këtij të fundit. Sipas njoftimit të policisë, përplasja nisi pas një konflikti të çastit në rrugë për motive ende të paqarta. Fatmirësisht ndryrja në kohë e shërbimeve të forcës së posaçme Shqiponia, që ndodheshin jashtë shërbimit pranë zonës, si dhe patrullave të tjera të policisë Vlorë, bëri të mundur parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit dhe arrestimin në flagrancë të autorit. Hasanaj u shoqërua në komisariatin e policisë së Vlorës dhe ndaj tij rëndojnë akuzat për shkatërim prone me mjete të tjera dhe prishje e rendit dhe qetësisë publike. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së Vlorës për veprime të mëtejshme, ndërkohë policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij incidenti të rrezikshëm rrugor që ka alarmuar banorët e zonës.